Ditën e nesërme, më datën 20 nëntor, në orën 6 të mëngjesit, dita inde, ndodh hëna e re në shenjën e Akrepit, e cila do ndodh në gradën e 28 e 12 minuta në këtë shenjë. Është një hënë e re e ngarkuar, pavarësisht se hënat e reja nuk është se janë si hënat e plota ku kemi rezultatet më njëhershme apo kulminacione, por hënat e reja janë të mira për të mbjellë farat. Është një hënë e re cila do të bashkohet me Mërkurin e zbrapsur dhe në këtë mënyrë do të kemi gazimin e Mërkurit, do të hidhet në dritë mbi të vërtetat e fshehura apo të varrosura, do të zbulojnë gjëra sekrete, fokusi do të jetë te kërkimet e investigimet, do të investigojmë sa më shumë në një çështje, në një projekt apo në një person. Janë ditë të mira në fakt për të bërë marrëveshje edhe për të nënshkruar kontratë, pavarësisht se Mërkuri është i zbrapsur, por kazimi e ndihmon. Ditë që sjellin vigjilencë mendore, përshtatshmëri, kuriozitet gjithashtu, do të ketë lajme, njoftime, informacione, debate për të përpunuar dhe vendime për të marrë. Nga ana tjetër, nga ana negative, kjo hënë e re ndodhet përballë Uranit te Demi dhe tregon që do të ketë ndryshime të papritura dhe ngjarje të papritura që do të shkaktojnë pasiguri, përçarje, ankth gjithashtu. Shumica e njerëzve, persona të cilët në fakt kanë ndikime të forta të shenjave fikse në hartën e tyre astrologjike, siç janë Akrepi, Demi, Ujori edhe Luani, mund të ndihen pak të tensionuar e pak anksios këto ditë. Njerëzit mund të bëhen të mërzitshëm, të çrregullt, të paqëndrueshëm, të paparashikueshëm, do ketë polarizëm, rebelizëm, impulsivitet, padurim, gjithashtu po edhe gjasa për trazira, për aksidente, për shpërthime, planet dhe këto rregullimet e udhëtimit në fakt mund të ndërpriten, mund të vonohen, mund të ndryshohen, do të ketë lajme të papritura dhe ritmi i ngjeshur i ditës dhe i punëve në përgjithësi mund të na bëjë paksa të hutuar, të tensionuar, mund të na bëjë nervoz. Njerëzit do të jenë paksa kokfort këto ditë, të çrregullt, të paqëndrueshëm, skeptik, kritik, do të jemi pak të paduruar, të shpërqendruar, nuk do kemi shumë fokus, do të nxitojmë për të dhënë gjykime të gabuara. Edhe kështu domethënë, ju thash të gjitha se çfarë energjie përçon kjo hënë e re të Akrepi që ndodh ditën e nesërme, por që efekti i saj ka nisur ditë më përpara dhe do të zgjasë edhe për një 3-4 ditë të tjera përpos datës 20.